institucionin në këtë takim shumë të rëndësishëm ka organizuar me iniciativën e vlerësimit të Ministrit të Mbrojtjes. Takimi i cili konsiston në mbështetjen e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile të gjithë strukturat operacionale dhe të gjithë institucionet në marrjen e masave për menaxhimin e fatkeqësive natyrore. Sot kemi konsideruar Shkodrën si qarkun ose rajonin që normalisht është i identifikuar edhe në vlerësimin e rrezikut në nivel kombëtar, por edhe në strategjinë kombëtare për vlerësimin e rrezikut për strategjinë kombëtare për vlerësimin e rrezikeve, sikurse janë përmbytjet zjarre, tërmetet apo dhe fatkeqësitë e tjera. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që menaxhimi i fatkeqësive natyrore, një nga investimet dhe vëmendjet më të veçanta të qeverisë shqiptare tashmë ka hyrë në fazë tjetër, fazë e cila reflektohet drejt përsigjerit jo vetëm me idetë, me konceptet, por edhe me masat dhe me lëkimin e shumë fondeve apo buxheteve që i janë adresuar bashkive dhe në mënyrë të veçantë bashkisë së Shkodrës, të Pukës, Fusharësit, Majtësisë së Madhe dhe Vallëderës. Unë jam shumë i bindur që investimet që ju janë vënë në dispozicion do t'i shërbejnë masave paraprake për parandalimin e fatkeqësive natyrore të cilët shqetësojnë komunitetet tuaja, por edhe gjithë komunitetet shqiptare. Gjithashtu do të gjeja të rastit të t'ju bëjë një thirrje, një ftesë që të intensifikoni që të gjitha kapacitetet e burimeve njerëzore për të proceduar drejt përshëndetjes, për të adresuar që të gjitha fondet që Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile nëpërmjet programit të emergjencave civile ka alokuar ke ju, por njëkohësisht të filloni të punoni dhe të konceptoni qartësisht edhe nevojat e tjera, projektet e tjera, të cilët do duhet të implementohen në kuadër të rehabilitimit për masat atje ku ka pasur problematika, por edhe për të parandaluar fatkeqësitë natyrore. Në fakt, kemi dhe një ide tjetër që do t'ja lë si surprizë ministrit, pra shpalos, për çështjen e ngritjes së një qendre rajonale. Për ju, gjithsesi, do t'jetë shumë interes që të investoni që gjithë mundësitë tuaja për t'i koordinuar me kapacitetet qendrore, sepse menaxhimi i fatkeqësive natyrore është një nevojë e cila kërkon bashkërendim të gjitha kapaciteteve. Fjalën po ja kaloj zotit ministër për të lejuar votërimin gjithë idetë. Faleminderit drejtor. Përshëndetje edhe një herë të gjithëve, kërkoj ndjes për vonesën. Qëllimi i mbledhjes sotme është i trefisht. E para njëherë sepse kemi bërë një evidencë të gjitha financimeve, të gjitha projekteve që kemi vendosur në dispozicion për Bashkitë e Qarkut dhe konstatojmë me keqardhje që një pjesë e mirë e procedurave janë të pambyllura, pa mbaruar. Dhe kjo na vendos në një situatë ku ndërkohë që mund të përgatisnim një shtesë fondesh për secilën bashki për të bërë dhe projekte të tjera, e kemi praktikisht të pamundur ta bëjmë sepse juve nuk keni çuar përpara procedurat e projekteve të alokuara në fillim të vitit. Dhe praktikisht kjo është një kampan alarmi sepse jemi në fund të 6 mujorit parë. Sado të vogla dhe modeste të jenë ato projekte, jam krejt i vetëdijshëm që duhet edhe më shumë financim dhe do jemi kraj jush që të financojmë edhe më shumë, patjetër. Por nuk mundet që në fund të 6 mujorit të mos kemi bërë asnjë hap në këtë proces. Faleminderit. Kjo është pika e parë. Dhe në momentin që do bëjmë aktin normativ në shtator për të bërë alokime dhe fonde shtesë, patjetër që do shohim nëse keni zbatuar ato që ju janë alokuar. Nëse nuk i keni zbatuar, atëherë dhe unë nuk kam çfarë t'i kërkoj Ministrisë Financave. Kjo është shumë e rëndësishme. E dyta,
ka të bëjë me prodhimin e mjeteve zjarr fikse nga kompania shtetërore Kajo. Ne jemi aktualisht duke finalizuar negociatat për sa i përket prodhimit të mjeteve të emergjencave civile. Prodhohen nga një kompani ku shteti do jetë aksioner dhe do na krijojë mundësinë edhe zhdervjellsinë që të prodhojmë mjetet e nevojshme dhe të specializuara, qofshin këto zjarr fikse urbane, qofshin ambulanca, qofshin zjarr fikse për terrene malore apo për terrene pyjore. Siç kemi biseduar disa herë bashkë, janë të nevojshme në një pjesë të mirë të qarkut. Dhe besoj se gushti do na gjejë në kushtet ku ne mund të fillojmë dhe prodhimin e këtyre mjeteve. Çka do japim mundësinë forcave të armatosura që praktikisht t'ju transferoj këto mjete në një mënyrë shumë herë më dinamike dhe të thjeshtë, dhe të mos të kemi më ato flotat laramane, se besoj se jemi struktura tashmë të konsoliduara, një shtet që jo detyrimisht mund të ka nevojë tani për donacione, kur vjen puna ke rritja e kapaciteteve të emergjencave civile. Resurset janë, tani duhet që thjesht ju të ecni më shpejt për projektet e infrastrukturës, digat parandaluese, pritat lumore, qofshin dhe urat dhe forca armatosur të vijojnë mbështetjen financiare dhe mbështetjen me mjetet specializuar. Pika e tretë, dhe këtu do kisha nevojë për bashkëpunimin e gjitha bashkive, gjithë pikave të kontaktit të emergjencave civile në secilën prej bashkive të qarkut. Sikundër kemi një bazë të mirë emergjencas civile në Elbasan që mbulon nevojat e Shqipërisë të mesme. Jemi duke u organizuar për të investuar në një bazë emergjencas civile në jug për mbulimin e gjithë disa bashkive të jugut që kanë nevojë të bëjnë bashkë resurset në mënyrë që të përgjigjen sa më mirë sfidave të zjarreve gjatë sezonit. Konsideroj të nevojshme së bashku me ekspertët tanë që të kemi dhe një bazë emergjencë civile ose më saktë një njësi rajonale të zjarr fikse në veri dhe kemi padyshim sot edhe një inspektim në Bardhaj për të parë të gjitha ato asetet të forcave të armatosura që mund të shërbejnë në funksion të kësaj njësie rajonale. Kjo do jetë një njësi ku të gjitha bashkitë e qarkut mund të vendosin bashkërisht personelin në rotacion, 24 orarsh, ne të mbështesim me mjete dhe pajisje, Agjencia Kombëtare e Emergjencës Civile mund të bëjë investimin në infrastrukturë dhe në këtë mënyrë bashkitë do kenë një facilitet modern për qëllime të mbulimit të nevojave që lidhen me emergjencat civile, sidomos gjatë sezonit të verës, duke ditur që bashkitë kanë edhe hallet të tjera, kanë zjarr fikse urbane, kanë nevoja për të menaxhuar pjesën e zonave turistike, kështu që do ishte më mirë që të bëjmë një mekanizëm siç quhet në gjuhën teknike pooling and sharing, ku praktikisht bëjmë resurse bashkë dhe i ndajmë sipas nevojave në momente të caktuara, siç janë sezonet e zjarreve. Kështu këto janë tre elementët për të cilat doja të komunikoja dhe akoma më e rëndësishme të dëgjoja një çik shqetësimet që mund të keni, sepse sezoni turistik është një sezon dinamik, mund të keni element që doni tani në vendosni në vëmendje, qoftë për ndërhyrje, qoftë për vigjilencë të shtuar, qoftë për resurse shtesë. Jam krejt në dispozicion, sidomos kryetarët, nëse kanë disa elementë që do donin të shtonin, jam krejt në dispozicionin tuaj. Përda? Përshëndetje, zotin ministër, zotin drejtor i përgjithshëm, kolegë këtu në këtë takim shumë e domosdoshme, e ke kohë për një vere, e cila problemi kryesor janë zjarret dhe qëllimi i takimit
kjo është që ne nga dëshkëri për me përbohë situatin emergjente në rrasë si është. Është një bukë normalisht detyre ekskluzive e ka që me atuat të planit, bashkëpunim me sektor të tjerë, shërbimin të jorë, me dësësh. Dhe këte e ka pa, kena planet që ka në rrëti sektorin tyre, planet që ka rrëti sektorin mbrojtjes nukleare, dhe planet që ka rrëti dhe kuptohet bashkia me emergjenca civile në bashki. Unë problematikat kryesore në këtë fazë kuptohet një mjetet për me përballu për situatë në zjarëve. Dhe vitin e kaluar kena pas shumë raste të tilla, kena pas i bashkëpunim shumë mirë me sesanca të tjera, në Qargu,